Bazuar në informacionet e dërguara nga strukturat e sistemit të mbrojtjes civile në nivel qendror dhe vendor, në Qendrën Kombëtare Operacionale të Emergjencave Civile, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, gjatë 24 orëve të fundit është raportuar për 13 vatra zjarri, të cilat janë izoluar të gjitha, por në pak prej tyre situata po mbahet nën monitorim. Në operacionet për shuarjen e zjarreve u angazhuan 118 forca operacionale, 22 automjete zjarr fikse dhe mjete të tjera transporti dhe gërmuese. Situata sipas qarqeve paraqitet si më poshtë. Qarku Vlorë, pas një pune të pandërprer, zjarri i rënë në një sipërfaqe me lis, shkure dhe ullinj, në fshatin Llaman, njësia administrative Himar, bashkia Himar, u arrit të shuhej. Në operacion u angazhuan 4 automjete zjarr fikse me 12 efektiv nga shërbimi vendor i MZSH të bashkisë Himar, 3 forca policore, 13 forca bashkiake dhe 4 forca shërbimi pujor. Shkaku i rënies së zjarrit është i papërcaktuar. Po ashtu, u arrit të shuhej edhe zjarri i rënë në një sipërfaqe me shkure në fshatin Amonic, njësia administrative Sevaster, bashkia Selenic, si dhe vatra në një sipërfaqe me shkure në lagjen Ish Fidanishtja, njësia administrative rajoni 5, bashkia Vlorë. Qarku Lezhë, pas një pune të palodhur të forcave, u shua edhe vatra e zjarrit e rënë më datë 23/6/2025 në fshatin Ndërfan, njësia administrative Rëshen, bashkia Mirdit, me një sipërfaqe me pyll lisi dhe shkure. Zona po mbahet në monitorim. Qarku Kukës, edhe vatra e zjarrit në vend grumbullimin e mbetjeve urbane në fshatin Mamës, njësia administrative Kolsh, bashkia Kukës, u shua plotësisht pas përpjekjeve të forcave, por zona po mbahet në monitorim. Në qarkun Elbasan janë shuar vatrat në fshatin Shion, njësia administrative Bradashesht, bashkia Elbasan, në një sipërfaqe me shkure dhe ferra. Vatra në një sipërfaqe me shkure dhe barishte në vendin e quajtur Mali i Dukës, njësia administrative Rajc, bashkia Prenjas. Në qarkun Tiranë, një vatër zjarri e rënë dje në një sipërfaqe me shkure dhe barishte, rreth orës 16:50 në fshatin Vishnjë, njësia administrative Vaqar, bashkia Tiranë u arrit të izolohej. Shkaku i rënies së zjarrit është i panjohur. Qarku Durrës është arritur të shuhet një vatër zjarri, qëra pas ditën e djeshme, në një bazë ushqimore për baktit në fshatin Borizan, njësia administrative Thuman, bashkia Kruj. Si pasojë, pati dëme në objekt dhe në bazën ushqimore. Shkaku i rënies së zjarrit është i panjohur. Po ashtu, u shtua edhe vatra e zjarrit në një sipërfaqe me hamullore, në fshatin Hamallaj, njësia administrative Sukth, bashkia Durrës. Në qarkun Fier, forcat e angazhuara në terren izoluan zjarrin e rënë dje rreth orës 17:05 me një sipërfaqe me shkure në fshatin Sheshisht, njësia administrative Zharrës, bashkia Patos. Në qarkun Gjirokastër, forcat operacionale punuan për shuarjen e vatrës së zjarrit të rënë dje rreth orës 20:40 në një sipërfaqe me shkure dhe barishte midis fshatrave Valare dhe Dhoksas, njësia administrative Llungjëri, bashkia Gjirokastër. Nga qarqet e tjera të vendit nuk janë raportuar raste zjarri. Sipas informacionit të dërguar nga Instituti i Gjeoshkencave në Qendrën Kombëtare Operacionale të Emergjencave Civile, sot pritet nivel rreziku i lartë në qarkun Fier, ndërsa pritet rrezik i moderuar në qarqet e tjera. Në disa qarqe pritet rrezik i lartë vetëm në zona të lokalizuara, konkretisht qarku Shkodër Jug, Kukës Jug Lindje, Lezhë Qendër, Durrës Veri Lindje, Tiranë Jug, Elbasan Jug Perëndim, Gjirokastër Veri dhe Vlorë Veri. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile përsërit thirrjen për qytetarët të bëjnë kujdes në këto ditë me temperatura të larta dhe të njoftojnë në kohë në çdo rast kur vërej një vatër zjarri.